Një protestë e fermerëve në Greqi është kthyer në një përleshje të vërtetë mes tyre dhe forcave të sigurisë që tentuan të ndalnin bllokimin e rrugëve nacionale nga protestuesit. Autostrada Pathe pranë Plethikamboz është aktualisht e mbyllur në të dyja drejtimet me traktorë dhe fermerë që protestojnë në këmbë duke kërkuar pagesën e menjëhershme të kompensimit dhe parave që, siç pretendojnë ata, janë vonuar prej muajsh. Tensione dhe përplasje u regjistruan në bllokadën e Nikajas dhe në rrugën e vjetër kombëtare Larisa Volos jashtë Plethikamboz, ku fermerët kishin rreshtuar traktorët e tyre duke bllokuar rrugën. Më konkretisht, forcat e policisë i penguan ata të lëviznin drejt autostradës kombëtare duke mbyllur kalimin me një makinë patrullimi. Ky veprim shkaktoi reagime të forta me një grup fermerësh të mbledhur rreth automjetit, të cilët e tunnin dhe e godisnin atë, duke rezultuar në thyerjen e xhamit të përparm, ndërsa shoferi i policisë ishte brenda. Forcat e policisë së ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat e OPK-s nxituan në vendngjarje duke krijuar një barierë për të penguar protestuesit të afroheshin në autostradën kombëtare. Si pasojë e përleshjeve, 2 persona u transferuan në spitalin universitar të Larisës. Njëri prej tyre, sipas On Larisa Pigër, është një fermer i njohur sindikal, i cili ka rënë në rrugë dhe mori ndihmën e parë nga ekipet e shpëtimit. Atmosfera mbeti e tensionuar edhe pak më vonë, teksa forcat e rendit po përdorin gaz lotësiellës dhe lëndë të tjera për të shpërndar protestuesit.